Tani e para punës, batanin se kam, nuk e kam se jam në rrugës. E dyta punës, Iliri la garën. Tani, pse e la Iliri garën? Iliri le themi në një farë mënyre, ikën dy veta, dy persona, që ai ndoshta kishte krijuar atë habitatin e tij, le themi në një farë mënyre, ku shfaqte veten Iliri me plot batuta, plot shaka, plot gjëra kështu gazmore. Tani në momentin kur iku Seno, edhe Stine, ai psoi në thonjza një shok. Sepse nuk ishte një njeri ku mund të fliste, ku mund të rrinte, ku mund të pinte një kafe, një diçka, dhe nuk ishte një njeri ku ai të shprehte atë që ai është në vërtet, ai Iliri gazmor, ai Iliri me plot batuta, se me Senon le të themi në një farë mënyre prodhonte, ishte kontent, prodhonte gjëra fani, ato memet e bukura të gallatës, ato spontanitetet e vogla, le të themi. Dhe pjesa e dytë që mund ta ketë penalizuar, nuk e di kush e tham duket në opinionistët, është dhe apo s'di e than apo nuk e than, po e ka penalizuar dhe pak kjo pjesa që duke qenë se është më i madhi, edhe duke thënë të gjithë që kemi respekt, dhe kjo gjë ka frenuar, le themi, dinamika që mund të krijoheshin kundrejt tij me lojtarët e tjerë. Ose ndoshta në reagimin që pati me Eugenin atëherë, reagimin, le themi, shumë agresiv, ashtu që u bë Iliri, dhe të tjerët nuk kanë guxuar, do thosha, që t'i ktheshin Ilirit apo të krijonin situatë me të, sepse kanë pasur merakun që ai mund të eskalonte dhe mund t'i bënte keq, sepse në reagimin që pati me Eugenin, ai le të themi që u bë pa keq në ana shëndetësore. Kështu që kjo le të themi do të jetë një farë, këto mund të jenë dy pikat që mund ta kenë penalizuar, por do të ishte bukur të vazhdonte, nuk e di pse e la, sepse Iliri ishte në lojë shumë mirë deri kur iku Seno. Mbasi iku Seno nuk doli, nuk ishte më ai që se është logjike, unë e kuptoj shumë bukur kur tikën dikush që e do që krijon një shoqëri, është sikur tikën e gjithë loja, sikur tikën e gjithë pozitiviteti, sikur tikën e gjithë aktiviteti. Kështu që Ilirit i urojmë sukseset më teshme, dhe pse me ato batutat e tia na ka kënaqur, do na mungoj shumë fjala o bir, por që do ta shohim në rrjetet sociale dhe Ilirin.